Aktor të dashur, më dëgjoni. Jemi në festën e 7 marsit. Tani dilni të gjithë jashtë sepse ju jeni nxënësit. Ndërkohë, Lisa, ti nuk je një zysh e zakonshme. Hajde Lisa. Kjo është zysha, një duartrokitje për Lisën, më elegante se kur. Mirë Lisa, bëhe klasën gati. Nuk bëjmë vesha, po ka dhe pishkëllima. Po të presim me ovacione. Okej, jemi në 7 mars. Nxënësit sigurisht në 7 mars, në kohët e kaluara i sillnin dhurata, përgjithsisht lule. Tani kohët kanë ndryshuar. Të shohim se çfarë do sjellin nxënësit tanë. Albano, ti çdo dhurat e lidh me këngën, më mbyllni komunikimin me sallën. Gëzuar Albano edhe ty me nën, me motër, të gjitha gratë e jetës tënde gëzuar. Gëzuar o zot me halla, me teze, me mamallar, me baba, me... Nuk, s'ka problem. Faleminderit. Ajt pa çdo në mbartë, keqe zysha, ua. Të kam sjellur këtë, ky është një disk i Castro Zizos, që ta dëgjosh e të kuptosh që si jemi e çmendura në botë. Je në vend të dytë gjithmonë, sa do të çmendur ti. Po pas ke të pruarën çik Albano që ke ftuar. Jo, pse shumë e bukur. Biles ka një varg shumë të bukur. Mirë. Thotë më parë ishim mësuar sollatë pa prekur nga Dora Gjakatani, flamurit pa djegur Turkita, në shumë dyerën kërkim një adresë disa në paketë, më thonë frakë, ju, ja ke fut kot, plago muzika Castro Zizos Gentilako. Okej, faleminderit. Të falenderoj shumë. Rosh Albano, u lutem. Cubi, ti je një vajzë e llastuar dhe nuk di mirë të shprehesh. Hajde, me vones këtë vit, me vones. Vjetë që me datë 6 ma solle dhuratën. Më falë, zësha, më falë. Të kam falë, mi pa hajde këtu. Hajde pra Cubi, hajde po të them? Në rregull. Qam ke sjell? Unë, zësha, të kam sjell një... Hajde tash ti, qam ke sjell? Të kam sjell një gjë... Po, tani se zgjatë kjo. Qam ke sjell, Cubi? Të kam sjell një gjë... Po, gjire më, qam ke sjell? Po të kam sjell një gjë... Unë ta sjell që aty turin në pjerë tu, hajde qam ke sjell tu. Zësha, po të kam sjell një gjë... Po sjell më gjën këtu oj kjo. Shi, nuk kam përën të talësh ti me mua. Jo, zësha, jo, të kam sjell një gjë... Ullu, Shi, ullet, hajde më këtu, hajde, qam ke sjell, po them. Qam ke sjell. Të kam sjell një... Qam ke sjell, qashtë? Ajo është një agjensi udhëtimesh. Ka që janë zvogëluar agjensi tani? Po, është me zezak brënda. Këtë të zezaku e rregullove, Cubi. Mirë ullu tani dhe mos bëj zhurmë. Në rregull. Erblin, zysha meriton një jetë më të mirë. Nuk ndryshove njerë, zinxhirin, drëng, kur do bëhesh njeri më në fund? Janë qelsa, zyshe. E shoh që janë qelsa. Po si su bëre njeri nuk u bëre. Pse më zyshe? Po u bëra kaj sa u bëra edhe pse jam 22, edhe ti prapë su bëre njeri. Po kur do bëhesh njeri, more, kur do bëhesh njeri? Po qa shëmbulli i ek njerë këtyre tjerve? Qa shëmbulli me zyshe? Shi, vazhdon edhe interes qelsat së ti, Po no? se janë për mu me zyshe, për ty janë. Qelsat Se e në shpis. njerët e proj. Këto janë shtëpia në Durrës, shtëpia në Vlorë, shtëpia në Saran. Këto janë makinat, Forestrada, kjo është Jaguari. Pastaj këto ke dhe një qelës kopil për të hapur në një gjë. E mirë, më falë, ti në njerë. Tani që shkova 30 vjeç besoj do e kaloj klasën, apo ja? Do ta mendoj. Faleminderit. Faleminderit dhe më falë që të volashe, po ti nuk jam shumë mirë gjithmonë edhe e të bërë. Vazhdo, ullu. Eki, ti e me parimin bëm babatët në gjaj. Ja, kush është nxënësi i vërtet, ja. Shpirt, zemër. Erdhet ke që zysha? O shpirt, o dritë. Dijo? Mikrovanën që mësolli babi vjetë, akoma kam shpirt. Nuk e qenë gjë, ha? Gëzuar edhe ty të keqet. Që është kjo? 068 20... Wow, që është kjo numër? Numri telefonit babit, më sëse. Që dua? Babi është lezetshëm, është simpatik, seksi, në gjuhën moderne. Sa mirë të ka vajtur mendja. Po mirë, shiko, po se kur babi mos më pëlqej mua? Në shif mu, zene se ke pa babin. Po, pikërisht pra për këtë e kam fjallën. Mirë, është me të drejtë këthimit pak thënë? Po, babin e ke gati. O Egi, thot mami, pëse sa babi telefonin? Po, thuj mamit më se më zdyshën darke, më në vetë këtë mu. Bani qëtësi. Genti, ty të pëlqen të dhurosh gjëra të mëdha.
Zysha, gëzuar 7 marsin. Rosh, Genti, po. Zysha, a më premtoj që do ta kaloj këtë vit klasën e parë? Do ta kalosh? Se kam 6 vjet këtu. Fare çam ke sjellë Titi, Zysha është pak sqimatare. Të kam gjetë një të dashur në Facebook. Me vërtet? Po. Ja, shi sa i bukur që është. Është shoku Çimit. Po kjo nuk pas ka lesh fare mo Genti. I rritet leshi më Zysha. Shi sa i bukur që është. Gënje nuk është shoku Çimit, ai është Edi Rama kur ka qenë i vogël. Mirë, Genti, do t'ja gjej vëndin me këti. Si që ka ky zyshës të arku triumfit. Mirë. Mi mjafton mos bëj zhurmë. Ermal, dhuroj zyshës një gjë të pamundur. Mësuese, Ermal. gëzuar një qershor. Gëzuar një ty keqen. Kjo festa Bajramit, që është për Krishtlindjen, 7 marsit. Familjes tonë i shkoi në mendje diçka e pamundur. E pamundur deri në sot e kësaj dite. Ky është një zarf! Një zarf nga NASA. Do thuash ti kemi vendosur blejmë Korfuzin, jo. Do thuash ti në një qytet tjetër të shtetit të qytetit, jo. Kjo është një certifikat që ka ardhur nga NASA posaçërisht për ju, sepse mësuese Lisa sot një yll në galaksi mban emrin mësuese Lisa. Po. Dhe kjo është një certifikat nga NASA që familja ime e bleu në 50.000 euro, po certifikat. Një mësuese kemi ne. Në fakt nuk kemi një, kemi 14, po do të gjejmë dhe për to, do të gjejmë. Ua, faleminderit Ermal, nuk... Je yll fare. Rof mësuese Lisa. Faleminderit. Ulu. Ua, më kapi shumë pa pritur, ë? Imagjino të kishte sjell 50.000 euro Juli, vërtet. për ty 7 marsi është një festë simbolike. Nuk besoj se ju ka kap kaq pa pritur se ju e kishit bërë muhabet me babin, apo jo? Ah, okay. Hajde, Julian. Çfarë do t'i thuash zyshës? Gëzuar... Qa ka kjo? 7 marsin. Mos emociono, Julian. Ha, se kam Ta njofi, familjen e ditë mundësira Por do shke. Zysha. E dreqë, mos më thuaj ta gjej vetë. Tani, qose unë e shkund këtu ka një varë se floriri, apo jo? Jo. Okej, nëse shkund 2 herë, do gjej një unaz me diamant. Jo. E më shtëpi, nuk ka këtu tani se... E kam bler. E ke bler? 1200 lekë. Do me thënë kjo është... Thjesht një lule Zysha, ka që kisha s'kër. Do me thënë... A shikoni? Në vitin 2012, mua, një nxënës, më sjell... Një Juli! Një Juli!